Ditën e djeshme, Prokuroria Speciale e Kosovës ka marrë të pandero analistin Fatmir Sheholli, i cili dyshohet dhe me, po themi, fakte që ka nxjerrë prokuroria, duket se ka qenë spiun i inteligjencës serbe. Për të folur mbi këtë ngjarje dhe çfarë, po themi, i sjell ky zhvillim Kosovës, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin e njohur zotin Romeo Kara. Zoti Kara, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju. Avokat, në fakt, nga të gjithë informacionet që dolën në media, ajo çfarë të bëri më shumë përshtypje ishte fakti që inteligjenca serbe kërkonte që përmes islamit të krijonte një lloj radikalizimi në Kosovë. Mendoj që është një platformë, jo më një plan i thjesht që ka të bëjë për momenti, po ka qenë një platformë e gjatë që shqiptarët të njësohen vetëm si musliman, mundësisht si ardhacak nga lindja e mesme apo edhe më tutje, dhe serbët të prevalojnë mbi shqiptarët nëpërmjet kartave jo vetëm të slavizmit, po edhe të krishterimit. Besojmë se mbi këto karta u justifikuan krimet në Bosnjë dhe tentuan të justifikoheshin krimet në Bosnjë, po dhe edhe vetë genocidi në Kosovë. Pra mendoj që ne duhet të shohim me kujdes, domethënë, pa i mohuar drejtën e besimit kërkujt, por të mos bijem në instrumentalizim edhe në skemat dhe në planet e afatgjata të Serbisë. Ata kanë kohë që luajnë me këtë letër, domethënë. Sipas tyre, edhe të tjerëve sipas tyre, Europa mbaron aty ku mbaron dhe besimi krishter. Pra duhet ta shohin Europën si një klub krishter, edhe ta observojnë veten si garant të këtij klubit krishter. Kështu që ne duhet patjetër të jemi të vëmendshëm në lidhje me luajtjen e kartave të ndryshme fetare apo dhe etnike. Besoj se shërbimet tona inteligjente kanë pasur suksese, por në raport me, sidomos, po flas përpara, në raport me Serbinë ne kemi pasur problematika, domethënë, jemi gjendur gjithmonë një hap pas dhe jo atëherë kur duhet, në krahasim me fqinjtë e tjerë. Pra është një punë afatgjatë që ka bërë shërbimi inteligjent jugoslav pastaj serb, duke përpunuar platforma të cilat janë paraprirë edhe nga platforma akademike. Për këtë ne duhet të jemi shumë vëmendshëm, edhe ajo që i bashkon shqiptar duhet prevalojnë mbi ndasitë ideore, fetare dhe kulturore apo krajinare. Avokat, në fakt, Fatmir Sheholli prej vitesh hiqet si analist në Kosovë, madje dilte edhe nëpër media duke analizuar situatat në vend. Në përgjime ka dalë që edhe Milaim Zeka në fakt ka marrë 1.000 euro nga Fatmir Sheholli. Si shikoni deportimin e inteligjencës serbe në nivele shumë të larta të medias në Kosovë? Tani media, ti je gazetarët, kesh një media, do thotë që ke punë, ke një biznes, dhe nuk besoj të paktën që në vetë dihet plot për çfarë bërë nga kush i servir Milaim Zeka të këtë bërë veprim, domethënë. Unë për aq sa e njoh, domethënë, kam një bindje deri tani, për kaq që po flasim, që nuk ka, që duhet të flasim për vetëdijshmërinë, domethënë, ku kemi të bëjmë me faje, domethënë, edhe në bazë doktrinës penale, duhet bërë me vullnet të plot, pra, je i bindur për atë që bën. Në media mund të kesh shumë, mund të ndillesh edhe nga lajmi, nga skupi, nga momenti i debatit politik që është atje. Çdo media tenton të japë një lajm e para. Kështu që nuk mendoj që deri tani që Milaimi ka shitur shpirtin për 1.000 euro. Për këtë do të thoja. Është gazetar i vjetër,
besoj po ta kishe ditur këtë linjë, domethënë po të kishe informacion më tepër, besoj do të ishte më i kujdesshëm. Por nuk kam mendimin që mila imi është bashkëpunëtor i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm me zotërin tjetër i cili ka qenë me mision të përcaktuar në lidhje me diversionet që do bënte për porosi të palës serbe në opinionin publik shqiptar, sidomos aty të Kosovës. Avokat, në fakt shpesh është folur që vendet fqinje, edhe Serbia, edhe Greqia, kanë paguar dhe paguajnë analistë dhe gazetarë të mediave në Shqipëri. Ndërkohë, e kundërta shumë e vështirë, pra që Shqipëria të ketë akses në gazetar apo media në Serbi apo në Greqi. Pse është ky raporti jo i barabartë, le të themi? Sepse çdo inteligjencë është e kuptueshme që tenton që të futet në, le të themi, në vendet e tjera, të ketë informacion. Ne e kuptojmë dhe kemi edhe këtu media të cilat përkufizojnë nga ne kur kemi apo nuk kemi ftesa apo dëgjojmë debate që kjo media më tepër ha nga krau, po flasin nga krau i Grekut apo për Serbin nuk kam një informacion shumë sakt, por siç kemi media të cilat duket që janë pro-ruse apo pro-iraniane nga qëndrimet që mbajnë, kur me kokëforci agresorin e nxjerrin si viktim, ju bën përshtypje agresioni për shembull amerikan apo izraelit mbi Iran, në kohë që nuk ju bën përshtypje shtypja me dhunë dhe vrasje e opozitës në Iran, për shembull, të mira njerëzve. Kemi njerëz të tillë, nuk janë pak, edhe televizione dhe portale, por më shumë unë kam parë që shqiptarët kanë pasur ekspansion jashtë në lidhje me mediat si persona. Për shembull, kemi politikanë fuqishëm të cilët kanë ndikim në persona të fuqishëm apo dhe në media, në portale të ndryshme edhe jashtë shtetit, për shembull, edhe në Europë qendrore apo dhe në Europë perëndimore. Pra me fuqinë e pushtetit dhe paras që kanë arritur krijojnë një influencë të tyre dhe nuk kanë menduar kurrë që të vënë vendin përpara personit, përpara vetes së tyre, pra që të kemi një influencë shqiptare, qoftë në tregun e medias, qoftë në tregun bankar, të investimeve e tjerë. Pra nuk është keq të lobosh në favor të vendit dhe të interesave të tij, por deri tani kemi parë që kanë lobuar në favor të interesave personale dhe pushtetin që kanë pasur dhe karikën e pushtetit që është publik e kanë përkthyer në investim personal, besoj. Pra, mbi të plot ju them që kam njohur politikanë shqiptarë që janë shumë fuqishëm, për shembull në Austri, në disa media austriake, në disa ish burra shteti atje, kanë ndikim deri tek ish kancelar të Austrisë, por nuk e kanë përkthyer për Shqipërinë. E kanë përkthyer për pushtetin e tyre personal. Avokat, duhet ju pyes lidhur me situatën politike në Shqipëri, ku sigurisht që protesta vazhdon ka vazhduar edhe gjatë muajit gusht, edhe pritet nga të paktën deklaratat e drejtuesve të protestës që në shtator të kemi një shtim dhe një masivitet të protestës. Besoni që protesta do arri qëllimin e vet, pra kërkesën kryesore atë të dorëheqjes së kryeministit Rama? Tani duhet të mësoni të vëmë pika mbi, ju thot drejtuesit e protestës, kush i zgjodhi këta? Se edhe unë jam protestues. Kush më ka zgjedhur drejtues? Të paktën ata që japin lajmërime për, le të themi, ndryshime të kursit protestës, pra të vetë Po ta quajtur drejtues. kush janë këta që në pas ka dalë pronari nëse protesta mua më ka dalë nga shpirti. Nga më doli pronari tani. Apo flasin në emër të unitetit, i bëjnë çdo kritike, se kam parë më tepër kam një lloj mlefi, janë lëshuar të gjithë kritikëve të protestës, deri tani jo mua,
me epitete nga më të ndyrat, që deri diku i shkonin fjalorit të kampit PD-s, kur përballej me kampi përballë, për personat të cilët kanë mendimin e tyre ndryshe. Tani kush janë këta që janë drejtues? Unë nuk di që kush janë këta, çfarë cilësish kanë, çfarë kontributesh kanë dhe çfarë presim ne për tyre, domethënë, çfarë garancish kanë për të ardhmen. Për mua janë një grup usurpator i pastër i protestës, të cilët në vendjet t'ju thuhet ju i keni dhënë kohë sistemit apo regjimit, po marrin merita sikur po rezistojnë më. Fal, këta janë protestuesit, janë njerëz që dalin luajnë në mbrojtje apo luajnë në sulm. Kur i kërkon dorëheqjen dikujt, do të thotë që ti e ke vënë atë në një cep atje dhe po i kërkon dorëheqjen. E dyta, dorëheqja kërkohet pikërisht nga ana morale, që ky pushtet ka dështuar moralisht. Po si ka mundësi që ky pushtet i pazareve mund të luftohet nga mikrofoni i pazareve? Kështu që ata duhet të ikin dhe duhet të lëshojnë protestën. Ndryshe do të pranojmë që protesta pas ka nisë me këmbë të majtë edhe pavarësisht çfarë mund të arrihet, domethënë, nuk do të arrihet kurrë për cilin njerëzit aspirojnë dhe ajo që ju duhet njerëzve. Kam parë shumë akuza tani në media se si personat që janë atje te mikrofoni i qelbur që kanë të lidhur me njëri tjetrin dhe paguhen dhe nga njëjta dorë. Tani pse s'japin përgjigje këta? Po flasin në emër të unitetit dhe pastaj thon sot edhe më shumë. Me këto pralla do vazhdojnë të luajmë tani. Mbas 3 muajsh ne duhet kishim disa arritje, e dyta programi nuk është i qartë, dhe pika kryesore për cilën unë do të isha i fokusuar po të isha atje, do të ishte kodi zgjedhor. Prej atij kodi zgjedhor na rrjedhin gjithë qiejt. Po këta persona që u servirën si teknik për të menaxhuar fjalën në protestë, në mënyrë të pabes, kanë marrë drejtimin e protestës, siç po e thoni edhe ju tani, dhe kanë larguar një mendim të pjekur që është rreth tyre. Pra këta janë në diskordancë të plot, në kontrast plot me ato që është rreth tyre, dhe nuk u kthyen në një tribunë të mendimit të lirë, akademik, politik, shoqëror, avangard shqiptar. Kemi pasur atje një zallamahi tek mikrofoni, por njerëzit të cilët realisht kanë ofruar mendime të sakta në gjithë këto vite, kur akoma ishme me pallon të shkurtra këta mikrofonaxhin, nuk janë lejuar të flasin atje. Kush është ata? Policia e mendimit të lirë të ardhmës së Shqipërisë, kush e ka dhënë këtë drejtë tyre? Për mua protesta është e kapur. As më pak, as më shumë, nga njerëz të cilët kanë defekte dhe deformime të rënda. Pse nuk deklarojnë ta kush është koka e protestës? Se e dinë dhe vetë që nuk janë të denjë për të qenë kokë proteste, por manipulojnë tani me këtë sekretin e madh rreth protestës. Për më tepër shturpi i madh ai që ka ndodhur atje, që 2 grupe janë zënë me njëri tjetrin si huligan vërtet. Mendoj që duhet riformatohet kjo protestë, sa jemi në kohë, edhe ajo lojë qelbur me mikrofonin të pushoj sa më shpejt. Kështu është, ka marrë një mikrofon të japin zë vetes edhe t'i mbyllin zërin tjerëve. Kjo është e papranueshme. Këtë mund ta bëjnë kudo ata apo jo në mes Tiranës. Nuk do t'ju eci për një kohë të gjatë. Uzurpatorët duhet largohen nga protesta. Avokat, ka pasur mbledhje të qeverisë në Pogradec, ku kryeministri Rama, duke folur në këtë mbledhje, ka po themi shpallur disa nisma të kësaj qeverie,
ndërto le të themi pasqyra dhe radari, pra për të kapur problemet e qytetarëve dhe më pas për të gjurmuar se në çfarë faze janë këto probleme. Madje kryeministri Rama ka deklaruar që kjo protestë e ka ndihmuar më shumë qeverinë se sa e ka dëmtuar. Si e shikoni këtë lloj përpjekje të kryeministrit Rama dhe mbi të gjitha si e keni parë disa video të disa të moshuarve të cilët deklarojnë që kemi pritur me orë të gjata kryeministrin, ta takoj kryeministrin dhe pastaj të vdes, pra çfarë janë këto deklarata dhe pse kemi arritur deri këtu? Po, ne jetojmë në gjendje absurde dhe mos habitemi edhe me ata pleq që nuk duan t'ja dinë për gjendjen e përgjithshme dhe thurin lëvdata Diti Rambe ndaj kryeministrit. Dhe kryeministrit kjo e levërdis për thënë që zgjidhja është tek unë, zgjidhja jam unë dhe problemi nuk jam unë, po janë njerëzit rreth meje, për qark meje, për ball meje, pas meje e tjerë, nuk ka rëndësi domethënë, a janë në opozitë apo janë në qeverinë e tij. Por kur vjen momenti, ai diferencon veten, thotë që zgjidhja jam unë dhe buron për meje. Këtu është ajo që thash përpara, dobësia e protestës. Mbas rreth 3 muajsh, duhet ishte pjekur një mendim atje politik, duhet kishte dalë një manifest i qartë dhe 2-3 figura të qarta të cilat do të ishin edhe si kapacitete intelektuale, po dhe morale, alternative qartë e këtij kryeministrit, domethënë. Edhe figurave të tjera. Por vjen aty rrit 3 muaj nuk thua asgjë. Sorollatesh për qark mikrofonit, vetëm me parulla, pa platforma të qarta, edhe ato që është lexuar është mysybet, edhe nga ana juridike, po dhe me kontradikta të tjera. Unë mendoj që fitoi kohë kryeministri, i dhan kohë, me vetdije apo pa vetdije, po jam i bindur që është me vetëdije të plot, pra në bashkëpunim plot me të, i dhan kohë, të mos kristalizohet një alternativë, edhe zotëria tani mblidhet në Pogradec, edhe njerëzit kthejnë kokën, thonë tani bëjmë pyetjen, kush do të iki dhe kush do të vijë. Pra, një pjesë që janë protestues në shpirt, edhe të cilët e dinë mirë që nuk ka zgjidhje më nga kjo mazhorancë, thonë që është e kohë të lodhemi të presim nga kjo mazhorancë, por pjesa tjetër që është zhgënjur prej tani se kush ministri do të iki, kush do të vijë dhe të shohim si do të punojnë këta ministrat e ri. Pra, mori kohë. Gjërat janë të lidhura me atë që thash. Ne duhet të kishim një alternativë, shqiptar të lirë që bashkohen, por që kur vjen puna në konceptin universal të lirisë, nuk kemi liri as tek mikrofoni që duhet ishte drejta fjalës për gjithë secilin dhe në bazë të një meritokracie. Se kush është atje që i jep drejt vetes, po e them me gojën plot 3 katunarë atje, japin drejt vetes, të dikujt i japi fjalën, dikujt jo, dikë e mbulojnë me epitete, pra kanë bërë gabim, si me Havarin, edhe me atë Tauland Mukën dhe me tjerë. Tani Tauland Muka ka protestën e tij për kaq vitesh kundër pleqjaturës, që është shumë e rëndësishme. Pra betejat e këtyre personale fisnore apo të pazareve të tyre që kanë shumë të rëndësishme për Shqipërinë, beteja dikujt tjetër që ka pa rëndësishme. Aq më tepër që etika anon dhe flet pro këtyre personave që thash unë, jo të atyre që kanë ndaluar ta persona. Me dhunë atje, dhe me dhunë edhe më mendën në kundërshtim plot me ligjin. Kështu që kur arritën persona si ne t'i bëjnë të pakënaqur, duke i lutur me muaj tërë, me javë tërë, t'i vënë fre egoizmit tyre personal në favor të vendit, tani ju më bëni pyetjen që u mblodh Rama Pogradec
edhe disa pleq të instrumentalizuar, kuptohet, shkojnë atje për të treguar që ne kemi akoma dritë në syrit dhe burimi kulluar është akoma Rama dhe ne presim nga Rama, besojmë ke Rama dhe jemi minjos Ramës. Normal, Rama ditë luaj në këto momente. Shumë mendoj guri, kemi një të shtim, çfarë do të bëjmë, të sorollatemi rreth mikrofonit, pa platformë. Po të kisha qenë një person që do më pyesin, besoj pika kryesore do të ishte zgjedhur. Koti zgjedhor do ishte zgjedhur tani, me urgjencë, të vinin ku janë e ku janë deputetët, edhe nuk do të lëvizin pa bërë kod zgjedhor, dhe ligjet të cilët garantonin zgjedhjet e lira të ndershme, edhe organizimin e duhur të forcave të reja politike. S'është, ne nuk do marrim, nuk merret pushteti në tavolinë, sa shuhet në tavolinë pastaj. Mbas një viti qeverisje, do kesh mbjell pa kënaqësi, ta mbledh kundërshtari turmë më të madhe se jotja sot, edhe ta merr prap tavolinë. Prandaj rregullat e lojës nuk shkelen, por ne kërkojmë rregulla të drejta loje. Të ketë për herë të parë në Shqipëri zgjedhje të lira të ndershme, të ndahet drejtësia nga pushtetet e tjera, që të jetë si garant dhe imunitet i fortë i shëndetit politik dhe administrativ vendit. Për të po flasim. Kështu që unë i shoh të lidhura të dyja aspektet. Kanë lidhje, kanë një korrelacion me njëra tjetrën. Në dështim, do presim ne tani se do presim të na vinë aleatët nga qielli shtator, do na vinë studentët. Problemi është sa ti e meriton, sa ti je i bindur, je i devotshëm. Je më i devotshëm se Rama, se Berisha bashkë. Ai për tepër që shoh edhe njerëz të Berishës atje që në hipokrizi të plot qeshin kur thuhet Rama në burg, Berisha në burg, po që të vërtetë kuptojnë që ajo pjesa Berisha në burg është shtesë, asgjë më tepër. Është një shtesë për të mbajtur varur dhe për t'i thënë të tjerëve që janë kundër establishmentit, shiko se ne kemi akoma të parullur këtu, po protesta duhet pastrohet edhe nga ndikimet e tjera pastaj. Kur thuhet që deri tek Meta ndikon nga burg apo Velia, ky është turp domethënë. Të dalin kush janë, të vijnë, e si u zgjodhen krye protestës, edhe ta dim kush janë. Jemi dakord apo si jemi dakord pastaj. Po të thuhet, jo të manipulojnë më, na lozin ilegalitet. Enver Hoxha mbajti partinë në ilegalitet deri 49. Avokat, në media ka qarkulluar një lajm që ende s'është konfirmuar që kryeministri Rama po mendon që të bëjë zëvendës kryeministri Grida Dumën. Sa mendoni që mund të jetë i arritshëm, le të themi, ky propozim i Ramës dhe sa mund ta pranoj zonja Duma? Tani po flasim sikur po tenton Rama të kaloj stratosferën tani aty ku ndodhet Grida dhe me pak ndihmë nga Grida ose mirë kuptim nga Grida mund ta kapi Gridën. Tani Rama ka një propozim, është njëri që i bën këto propozime, nuk do të çuditesha, dhe besoj që edhe Grida do ta pranojë të propozim, nëse i bëhet. Nuk ka ne çudi këtu. Kjo tregon që Rama po lëshon nga pak nga pushteti i tij, nuk është më i gjithfuqishmi. Çdo person që do marrë një pushtet nga Rama do të jetë më i vërtet se sa ministrat e djeshëm. Nuk do shkojnë të bëjnë ato terminale madhe që kanë bërë deri dje. Unë kështu mendoj, nëse janë nuk ju ka rënë mirë vapa në kokë edhe e kuptojnë çfarë situate po jetojnë. Rama kishte pushtetin, nuk ka arsye ta ndajë, nuk e mban dot më, nuk e menaxhon dot më, paktën me stafin që ka. I ka dalë nga duart ky staf, mbi të gjitha motivi i qeverisjes duhet ndryshuar. Pra me këta që kanë ardhur deri këtu të vetë kënaqur e të papërgjegjshëm deri tani, po edhe të poshtër domethënë. Këta duhen ndruar. Por dikujt kur i besohen disa detyra do t'i japë disa drejta. Nëse do të jenë të zgjuar që së bashku me
detyrë të japin të drejtat, pra të jenë sa më real ministra, mund të bëjnë një punë, nuk e dim. Çdo njeri besoj se Grita për shembull, nëse do ta marrë përsipër, do marrë përsipër me kushte, jo pa kushte. Pra, jam kryeministër, jam. Jo në letra kryeministër, realitet një zyrtar e thjesht administratës. Besoj se mund të ketë qasje të re. A do jetë e mjaftueshme kjo për të mbjetuar Rama? Besoj se jo, prap. Pushteti konsumon, besoj se kohën e tij ka konsumuar pjesën më të madhe. E dyta, partitë e mëdha për të rinë në opozitë. Fatkeqësisht nuk i shërbeu PD-s koha e gjatë në opozitë, e cila dhe ajo është e marrë peng nga patriarku i saj, i përjetshëm. Prandaj ne kërkojmë, kemi sy te forcat e reja dhe ke protesta që edhe ajo fatkeqësisht është në ndikimin e skemave të vjetra. Qëndruar këtu te forcat e reja, si e keni parë gjatë këtyre protestave forcat e reja dhe besoni që diçka ka ndryshuar me partitë politike në Shqipëri? Thjesht kanë nxjerrë në avangard protestën duke menduar që ta përdorin si mjet sulmi shkatërrues dhe pastaj frutet i ndajnë prap partitë politike. Kështu që e vetmja gjë që do t'i vinte frejën ose do ta rrëzonte këtë skem të djallëzuar do t'ishte që të ndryshojë kodi zgjedhor, aty të synonte protesta, asgjë më tepër. Pazari politik është pikërisht kodi zgjedhor. Ne institucionalizuam një nga ligjet më pengmarrëse të demokracisë e të votës lirë, që nga 2008 deri tani. Pra, pazari politik Rama Berisha në drejtim të votës lirë është ai që mban peng Shqipërinë. Dhe pikërisht mjafton kjo që ti bashkangjitës dhe parullës Rama në burg, Berisha në burg. Pra janë këta dy që na kanë mohuar votën e lirë. Dhe nuk ka gjë më të rëndë, edhe nga ana ekonomike e tjerë, por edhe nga ana e dinjitetit. Kush jeni ju të dy që na mohoni votën e lirë? Ne pra jetojmë, pretendojmë që jetojmë në demokraci, po pa të drejtën e votës lirë. Në Shqipëri, minimumi nga 2008 deri e të hutë, më thënë, deri tani, nuk kemi zgjedhje të lira të ndershme. Dhe zgjedhjet kanë marrë një lloj rrokopuje ku për ditë më tepër faktori kryesor është faktori krim. Pra, sidomos në 2017 në mbrapa është rënduar ky faktor. Ka qenë gjithmonë i rëndësishëm, ka qenë paktën në rrjesh dytë, tani është në avangard. Është më i rëndësishëm të jesh kryetar bande se sa të jenë 3, 4 apo 5 deputet bashkë. Këtë mendoj. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit.